Përshëndetje të gjithëve, jemi këtu te episodi 11 i botrorit 2026. Përshëndetje të gjithëve, sot nuk jemi në studion e zakonshme aty ku kemi qenë herë të kaluar. Sot jemi në një vend shumë të veçantë. Po ta shihni këtej, ne shohim male, shohim fusha, shohim liçene. Shikoj, fantastike. Jemi në Labov te Bujtina Maria, vendi më i bukur i Labovës. Ju përshëndesim finalin dhe e shohim këtu sot. E shikoni? Enjo, pa ndeshje ndje, unë e pash pak. Na tregojnë çik si ishte ndeshja dje? Ku çfarë ndeshje ishte? Ajo ndeshje mbaroi 6-4 për Anglinë. Tenis, unë i thash mos kanë luajë me penalti, thash mos ka shkuar me penalti, që ka shkuar 6-4 se ishte tam në rezultat tenistik. Po pse shkoi kështu? Çfarë ndodhi? Por Anglia në pjesën e parë fitoi, bëri 4 gola dhe shkoi 4-0 për Anglinë. Por pastaj Franca bëri 3 gola dhe shkoi 4-3. Kush ishte Chelsea Angli që bëri 4 gola në pjesë parë? Çfarë ndodhi? Por Anglia po donte, për shembull, kundër Argentinës ata kur bën golin e parë mbrojtën shumë, edhe nuk bën dot më gola, po tani kur bën golin e parë vazhduan të muan dhe bën 4, 3. Pra e mori mesazhin ndeshja e kaluar, u eliminua e kuptoi gabimin. Po Franca çfarë ndodhi 4-0 pjesa e parë? Unë e di Ku që ishte Franca? se Franca në pjesë parë s'kishte vënë ekipin më të mirë. Në pjesë dytë sa futi Dembelen, Barcolan edhe Olisen. Jo, Olisia ishte, po Dembelen dhe Barcola dhe Upamecano. Ata e kthyen ndeshjen me 2 asiste nga Olise, edhe gol Barcola dhe 2 gola Mbappé. Edhe gol Dembele, madje. Sa vajti Mbappé, sa gola vajti? Mbappé vajti 10 gola. 10 gola Mbappé është uleçues më mirë botrorit deri tani. Messi pritet bëjë një gjë sot? Messi tani duhet bëj 3 gola për të kaluar Mbappén, që po shkojnë në basën, nuk mund të na surprizojë Messi. Po të ketë kjo finale më shumë se 3 gola me qenë finale pa parë, se ajo e para 4 viteve. Si shkoi para 4 viteve? Franca Argentina shkoi 3-3 dhe fitoi Argentina me penalti. Tani ç'a presim sonte më? Ç'a presim në stadium? Jemi live, nuk jemi dot në Amerikë, po jemi në Labov, është shumë bukur kjo. Ha? Ç'a presim sot nga kjo finale? Sot presim, shpresojmë një ndeshje shumë të bukur, me gola plot, edhe me shanse. Për shembull, Franca-Angli kishte qenë loja me më shumë shanse në këtë botror, me më shumë gjujtje edhe me më shumë raste. Po edhe me më shumë gola, unë dëgjova që në 44 vite s'kishte pasur ndeshje me kaq shumë gola. Përqendro këtu dhe mos lëviz shumë. Çfarë, pse ke kaq shumë emocione sot? Apo ka njerëz mbrapa. Sot mos harrojmë, kemi edhe njerëz të tjerë, prandaj po jemi pak më të emocionuar se zakonisht. Ti ishe te Top Channel, ishte emocionuar kështu. Mos i lëviz këmbët, përqendro drejt to dhe përshëndetje shpancat. Çfarë duhet bëjmë? A duhet bëjmë një subscribe? Po. Çfarë? Do thuaj bra? Subscribe, like dhe share. Si quhet kanali jot? Dhe kanali im quhet Me Enjo. Atëherë, kush do bëj gola sot? Messi apo Yamal? Unë nuk besoj që do bëj gola Yamal, ose mbase një mund ta bëj, por Yamal ka bërë veç një gol këtë botror dhe 0 asiste. 0 asiste. Por Yamal ka bërë shumë diferencë. Për shembull, Rodri ka bërë 0 gola, 0 asiste, por ka marrë shumë lojtarë të ndeshjes dhe Fonca një është lojtari më i mirë i Spanjës. Që nuk duket doja ti, nuk është se bën asiste, po kontrollon mes fushën. Në fakt kjo vure edhe me ndeshjen e kaluar. Po. Nuk e la Francën. Nuk e la Francën të shkonte fare nga mes fushës këtë vit. Edhe Oyarzabal besoj që do bëj gola për Spanjën. Do e bëj një Yamal besoj. Por Messi dhe Lautaro ose Alvarez për Argentinën. Në rast se Messi shënon 3 gola, fiton dhe kampionatin botror. Si mund të quhet Messi? A mund të quhet ai vërtet lojtari më i mirë gjithë akordeve? I dyti më i mirë, po dhe dëgjohet? Po kush do jetë i parë? Ronaldo. Po si do jetë i parë, Ronaldo s'ka fituar asnjë botror. Messi sa europiane ka fituar. Messi s'mund të fitojë europiane. Kupa e Amerikës Latine mund të fitojë. Atëherë mund quhet më vërtet lojtari më i mirë gjithë akordeve, 39 vjeç, 10 gola në botror, asiste, lojtari i ndeshjes. Po ti çfarë foja? Që e di që do duket si kështu, po një lojtar nuk varet vetëm nga trofet. Për shembull, Ronaldo ka më shumë gola se sa Messi. Okej, një. Po çfarë ka tjetër Ronaldo më mirë se Messi? Ronaldo ka më shumë. Ronaldo ka më shumë disiplinë, po hard work, edhe ka ardhur ka
çdo herë vinte I pari në stërvitjeve dilte I fundit. Edhe Messi luan në mënyrë të zgjuar. Anyway. Po bëhemi gati? Edhe pak, jo na që kanë mbyllur, do bëhemi gati, jemi shumë afër. Çfarë do t'i themi të gjithë këtyre që na kanë shoqëruar në këtë botror? Do thonim që kjo nuk do e mbyllim në podcastin veç nga që mbaroi botrori. Absolutisht nuk do e Por mbyllim. vetë do flasim për kampionatet që nishin, Serie A, La Liga, Premier League, Bundesliga e të Bësh tjera. prap podcastin me Birin apo me një tjetër? S'kam në ka të bëj. Po, mund të kesh dhe një atë regjisorin që kemi brapa kamerës. Hello Bora. Bora ti do dalësh një herë këtu të shohim me këto? Apo në podcastin e radhës. Në podcastin e radhës Eni mund të jetë me Borën, Bora mund të jetë nga mbrapa kamerës, di para kamerës ta përshëndesim. Do doja ta bëjmë me Borën në podcastin e radhës? Atëherë ju të gjithë që do doni ta ndiqni podcastin e radhës, që ne nuk e dimë se do jetë, Bora do jetë me neve. Ja, bëndë kështu. Në gjë interesante, ky botror çka ka sjell? Çfarë rekordesh ka sjell? Ka plot rekorde ky botror, sidomos rekorde lojtarësh. Për shembull, Messi ka lënë Klosen. Mbappé tani është më I larti, ka 22 gola, Messi ka 21 në botrore. Në botrore. Edhe Mbappé ka 2-3 botrore që mund të luajë. Pra unë besoj që do e shkatërroj Messi me rekordin. Por nuk është ky I vetmi rekord. Ka bërë rekorde për shembull si botrori me më shumë klube, me më shumë ndeshje. Sa ndeshje ka pasur? 105 ndeshje. 105 ndeshje. Po botrori I radhës do ketë po një sa si ekipesh apo më shumë? Botrori I radhës do ketë 64 ekipe. Do të jetë pamundur që Shqipëria mos fundet. Do ta shohim botrorin e radhës në Shqipëri. Po. Deri atë do të bësh aq I famshëm sa të të marrin e ta bësh podcastin live nga kudo që bëhet botrori? Do t'ja kemi kaluar Elban Xhihanit? Nuk e di. O Elban, pas 4 vitesh botrorin e radhës që do jetë në Shqipëri do jesh edhe ti me Enion besoj, të dytë nuk e komentuar ndeshjen se ky ty të ka parë. Apo. Atëherë çfarë do të thuash? Që në 2030 do jem dhe unë bashkë me ty. E do komentojmë Shqipërinë. Edhe mbase Shqipëria do të kaloj grupin. Mbase. Do bëhet ekipi I madh. Po, inshallah nuk marrim në të grupin që marrim në Europianën 2024. Inshallah. Tani Spanjë, Itali, Kroaci. Mëshme ka qenë. Megjithatë, unë besoj shumë që futbolli është lojra më e bukur në botë, dhe nëse ti e merr me zemër, me dashuri, me vullnet, me pasion, me disiplinë, me modele të mira si janë Ronaldo, Messi etj, edhe Shqipëria mund t'i arrijë nga botrore, të kalojë shumë grua. Ne patëm shembullin e ekipit, 9 ekipe afrikane dolën nga grupet dhe shkuan. Po, njëri nga ato është Kepi Gjelbër që. Kepi Gjelbër pastaj ishte ekipër të parë shkoi atje. Çfarë do themi Bora? Mirupafshim. Erdhi momenti që ta mbyllim. Keni që për ton tjetër? Nuk kemi fund parashikimet për ndeshjen. Kemi fund parashikimet. Unë besoj që do fitoj Argentina. Ky është parashikimi im. Nuk e them dot rezultat, uroj që të jetë rezultat me shumë gole të na kënaqë. Ky është vllai Infantino nëse se. Po nuk jam vllai Infantino, unë thjesht dua të fitoj futboll I bukur, nëse futbolli I bukur bëhet me gola dhe Messi atë bëj diferencën prapë, le të jetë perëndia E futbollit ai. Mos hap gojën në transmetim. Unë mendoj që do fitoj Spanja me penalti dhe ndeshja do marrë 2-2. Ndeshja 2-2. Spanja me penalti. Bora e bën kështu? Bora, keni parashikim ti? Bora thot? Se di, të them të drejtën Ka se asnjë di. parashikim. Kjo është thuaj një parashikim. 2-1 për Argentinë. 2-1 për Argentinë. Tani neve që ishim tifoz me Italinë që ishte Enio, su fut fare motor. Unë isha me Gjermaninë, na iku që në grupe. Paraguay. E tha dhe bjeta e që na iku me Paraguajin. E na tha dhe bjeta që na iku Gjermania, Franca që e prishim që ishte kampion dhe ajo iku. Tani të fitojmë më e mira. Po. Dhe ju të gjithë miq që na ndiqni ose njerëz njohur apo shok tenës, shok të mirë, ju lutem vazhdoni ta ndiqni, na bëni subscribe te kanali dhe shijojeni verën që me këtë botror na e bëri verën dhe më të bukur dhe ju ftojmë të vini ta vizitoni Shqipërinë, vizitoni gjokastrin e bukur, Labovën, shikoni si nis kamera. Ne këtu jemi edhe. Si çfarë pamje, si çfarë pamje, pamje fantastike. Faleminderit Bora që bëri mirë pamje. Dhe është vendi shumë I bukur. Atëherë ne ju përshëndesim, mbas ndeshjes do
bëjmë tifo ose unë për Argjentinë, ose ky për Spanjë, ose ju për ekipin tuaj preferuar. Fitoft më Bora për mirë Argjentinë. dhe shifemi sërish kur të fillojnë kampionatet. Po, Miropafshim nga Labova.